Sailor Moon! Me Wingsat! O zemra, Wingsat, o zemra, gjithë fëmiria juaj është këtu tek ne tani, a kupton? Qa perle ka qenë ajo, po të gjojë. Ajo është perle film. Ja, mos më vrit. Ndihmoje pak vajzën time, bat çfarë jo gentile. Pa ma thënë fa. Një spet! Sa po më shkatruan fëmirin vlla. Ajo ishte chill, ajo ishte çfarë do zemra? Po më qa dua ti Më çuna debila. Thjesht Super ass. po pra jemi dakord zemra. Jo. Enchanti. Tyrat miau miau, gozat miau miau, në fytyrën tënde fuqia miau miau. Krashin për gjitha gocat. Njeriu me madh, ai Jo, mirë se na keni ardhur në episodin e 7 Lale, ky është numri. Ky është numër shumë i bukur, me thënë Është numër më i bukur. Numër më i bukur është tifozi. Tifoz. Kush është tifozi i Ronaldos, s'ka nevojë numri 7. Sportet I kishim të episodi I kaluar, të ky episod kemi një anime jo të famshme, po globale. Po ja pritse, nuk kemi vetëm një anime, kemi bëj kollab të lezetshëm. Jo. E kena po këtë gjo? E kena bo vallaj. Sa të veçantë jemi. I fargjoje pra. I fargjoje. Jemi kaq të pa parashikueshëm vlla. Exactement comme ça va. Atëherë, neve kemi ftu këtë sezon vetëm çunële. Na ka ardhur këtu. Po kur them këtu, ajo puçra jote të hunda. Bravo, kasapa mos e ka puçrën. Ngap nga ana tjetër e profilit. Atje Pikërisht ata anë që të kapte. Okej. Tani unë nuk do ta prezantoj unë as këtë anime, as këtë të ftuar. Kështu që Mau është e gjitha për ty. Dhe pse do thoni ju, sepse më në fund për këtë sezon kemi një anime për gocat dhe kemi Sailor Moon! Sailor Moon ore. Kape kasapa se s'ka marrua akoma. Dhe të ftuar kemi më në fund një femër, po ca femre, një super fans të tonën, fantastike, është e jashtëzakonshme, unë nuk do e prezantoj me karakter se do flasi vetë, Amelia Mezani! Njëherë urime njëherë për këtë sezon të 2 dhe fantastik. Faleminderit. Shumë, do me thënë se fakti që pranuat njëherë në jetën tuaj kaq episode, do me thënë kam dërguar gjithë ato mesazhe në sensin që ju kam mbështetë ku dëgjon. Mora më në fund një përgjigje nga Mau. E më tash gocë për gocë, pastaj na thonë, jo po ngacmoni, jo po kështu. S'ka shans. Jena me drejtën e Zotit. Po. Me drejtën. Asillë shans. Lese do ta fshim këtë pjesën, po që gjithsesi. Vazhdojmë çapo. Po harrove diçka ti? Çfarë? E ka harruj gjo. E ka harruj gjo? Sa kam harruar? Ja. Po pritje, me kë e kishim kollabin? Të harrove një collaboration. Me kë? Me Wingsat! Bravo, se përmendëm Wingsat. O Po zemra. më falni, por unë kam dashuri Sailor. O zemra, Wingsat, o zemra. Gjithë fëmiria juaj është këtu tek ne tani, a kupton? Edhe Sailor Moon I bashk. Edhe pse po flas unë, fol ti ose unë jam mas. Jo, pritje. Jo, s'ka as punës Mau. Jo, se kupton një gjë. Është Leiku, ai që është më entuziazmuar për Wingsat se sa unë dhe Amelia bashkë. Nuk e di do me thënë. Amelia të lutem, se shisa të qinja, koha televizive direkte për veten e vet. Mendoj do me thënë nga që janë aq të entuziazmuar për faktin që po kemi 2 kolabe të llojeve të ndryshme që kanë ardhur njëra pas tjetrës.
Më duket se Leku I ka pas fëmijëri me këto. Ashtu e kena. Nuk është e vërtet. Do me thënë, me qoftë se dikush do me thënë e ka nis me Dragon Ballin apo Naruton, Leku e pas ka nis me Wingsat. SpongeBob Wingsa, këto Po janë jep ta shumë të dere bukura, në orën moza. 8 mjesit, Tashi, edhe horoskop. unë shikoj atë I tringun. pyetje kam, po vajzat mjau. Po sigurisht që vajzat e mjau. A e di do me Sa thënë qefi kam siglën? pas ato. A e di siglën? Ftyrat mjau mjau, gosat mjau mjau, në fytyrën tënde fuqia mjau mjau. O zamra Mau. Bert, si se O, kuptoni. Nuk e kuptoni. Më falni, kaq kisha. Ja, Vazhdojmë, Entuziasti. gosa. Episod nuk është as për ty as për mua. Jo, 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 Me sa vazhdojmë. duke do me thënë pas keni ftuar kot. Amelia të lutem. si po del. Amelia të lutem na prezanto vetveten. Atëre, heqim faktin që unë jam fan se juaj numër 1. Oh, Ju kam ndjek oh. që nga fillimi deri më Tani. Duke të qarë që jam këtu me ju. Gjitha toja do me thënë stalking që ju nga bërë një pas tjetrës, ja vlejte. Unë jam 24 vjeç. Do me thënë, Çuna, do me thënë, në çuna aksion. turruni. çuna në aksion. Jo, nuk kam nevojë për burr, por gjithsesi, nuk është se nuk pranojmë gjë. Vazhdojmë çfarë po flisim. Atëherë, unë jam nga Fieri, Oh, duke shumë wow. qartë sepse kam marrë Tix për këtë episod. Magji për magji, mo vlla. Wow. Unë pra ne e mora për marsit, shkoj. Magji. Mund të të shpjegoj me çdo detaj se si funksionon Wingsat. Oh. Magjia te Po Wingsa vetëm apo mos Wingsa? vetëm mos e bëj. Vetëm mos e bëj këtu, të lutem. Ose mos pa bëj mua Kanë spak. atëherë të gjë, numrin e telefonit do ta lëm diku ku poshtë. Kasapo me strish të poshtë. Lexoni të kasapo. ardhmen. Këto do me thënë. Çfarë të them më tjetër? Jam dhe unë një fan se zjarre e anime, të llojeve të ndryshme. E kam nisë do me thënë çik sprathi. Ha, si e Me nisi Berserk. anime? Berserke. Po ti e pas ke nisur me bo. Jo, Edhe unë në moshë të vogël. Edhe unë në moshë të vogël. Bo, edhe Ishte një episod do me thënë shumë dark. Ajo Edhe- vetë si duke, anime domethënë. është edhe dark. jo, unë isha thjesht duke dhënë ato që kam parë, jo çfarë opinioni kam unë. Edhe një gjë, ta sqarojmë për Se të gjithë sqaroj- ata që Ta sqarojmë, kam parë episodin e Berserkut, se na keni bërë shumë komente për pjesën që ne kemi folur me Për pjesën Ja, të gjatë e them. skenës të Gatsit me Griffin dhe Kaskan. Ne nuk mbështesim asnjë nga këto fenomene të cilat nuk janë njerëzore. Ajo që ka thënë dhe Leku është një teori që është nxjerrë nga fansat në mbar botën dhe ne thjesht po e sjellim për diskutim. Fakti që ne diskutojmë shumë gjëra në studio dhe pse në video ju e keni parë që është me shenjën e +18, do të thotë që ka skena dhe bisedime të cilat nuk janë për secilën moshë. Dhe fakti tjetër, ne nuk mbështesim asnjë nga këto fenomenet njerëzore. Kështu që këtë ta keni të qartë edhe mos e keni merak lale, nuk jena ne katallë njerëzish që Aman si më mbrojnë, aman. Po të është e lutem. vërtetë, Jo, është e da, vërtetë, pse i tash lutem. unë një koleg Unë edhe specifikoj. Duhet me se s'bën të specifikojmë faktin që neve ju më saktë juve merrni nga fillimi deri në fund trajtimin e çdo lloj gjëje, domethënë se si është bazuar nga fansat përpara jush, Po, që keni tjetër. arritur deri këtu që keni hap një studio për të folur mbar Shqipërinë, që është e para një herë ndër të parë që flitet për këtë gjë, normalisht do marrim domethënë se si janë bazuar, ku janë bazuar, çfarë kanë thënë, çfarë s'kan thënë dhe pse neve shikojmë ato lloj dukurie. Nuk Ajo është është pa e një jon, dukuri, patjetër. domethënë, janë normalisht në disa evente domethënë kur janë hapur te Bang Bangu, Çufo Junior apo në vende të tjera, gjithmonë kanë thënë +18 vjeç, është edhe te TVSH-ja, te klani ku është e thotë është 15 plus mund të shoqërohet me prindër. Po, ajo Kupton? vërtet. Pra, janë disa gjëra që këto janë fenomene që ndodhin në mbar botën dhe çdo studio, ndaç televizive, ndaç ambient podcasti apo broadcasti, këto janë tema që diskutohen. Është pasaj e secilit do ta pranoj apo jo. Po ajo, Tash ajo. Thënë neve të i drejtën. flasim dhe ky gjë nuk ka asnjë lloj gjëre të keqe. Ke të drejtë, me thënë të Deri në drejtën. momentin që nuk mbështet këto gjëra. Po, është shumë e vërtetë, por dua të specifikoj edhe diçka tjetër, sepse ajo që keni biseduar domethënë në episodet e mëparshme, për mua ka bërë shumë logjik. Mund të ishte përfshirë domethënë dhe me jetën reale dhe mund të ishte bërë akoma më e madhe. Koha televizive do thonë ju. Patjetër. Po tani fakti që kemi Sailor Moon që ka akoma më të specifikuar këto gjëra. Patjetër. Ne do japim opinionin tonë çfarë kemi parë, çfarë flitet të gjitha me radhë. Nuk dua domethënë kemi ngushtimet. Bravo, dhe unë atë absolutisht. doja me thënë drejtën. Pikërisht, se kjo Këtë është dua. çështja. Ne kemi biseduar Dhe dhe dua ato thjesht- me Dhe në lencën. fakt, Ajo, Duhet diçka bravo, valla, ne duhet duhet jemi folur real, çfarë- valla, jo domethënë- furça dhe rula bëjmë sa Nëse mund të them unë diçka, është që, domethënë,
animet nuk janë vetëm për kalamaj, e kemi folë gjithmonë, edhe prandaj dhe flitet çdo gjë që ndodh në ata anime që ne do flasim për atë episod. Çfarë ndodh aty ne do e flasim. Sigurisht që unë e shpjegova që nuk është e lejueshme të ndodhi, por që duhet folur, a kupton? Vetëm këtë e kisha. Duhet ta specifikoj, më fal që ndërpreva, duhet ta specifikojmë edhe këtë pjesën tjetër sepse në moment që neve domethënë arrim të gjejmë një website të atill që i shfaqin këto lloj animesh, nuk është faji jonë që domethënë fëmijët ai aksesojnë këto gjëra. Bravo. I shikojnë që gjithë çdo lloj moshe. Kjo është problemi tjetër që dalim, por unë ta të kthem pak te këto dy. Super. Seriale. Sa perlas janë më. Ore, pa e dinit juve se tani më shumë flasim për këtë punën e këtyre që i kanë ndaluar. Më fal. Të kërkoj ndjes. Sepse ja, mos më vrit. Prit, jo, nuk mund ta lej të ftuamën unë. Ka një gjë që mungon të e ftuara, nuk e shikon se vetëm më në fund erdhi një gocë. Marshallah. Jo se më thoshe mu të episodi me Tomasin që smisaj ditë tujet. Tashi edhe kjo smisaj ditë, e kupton që jeni të dy ju. Të lutem koleg, ma akseso pak. Do t'japim një dhuratë me atë bukurinë që ke aty. Dhe më speciale sepse je goca e parë që ka ardhur. Qofsh me këmbën e mbar. Ke një dhuratë nga Enzo Attini. Amin. Për këmbën e mbar? Për këmbën e mbar. A vjet në këmbë? Vjet. Vendos atë, besojmë të të pëlqej. Është diçka shumë e veçantë. Po patjetër të Enzo Attini njerëz të dashur. Wow. Po. Ase ndihmoj pak vajzën ndihmoj. Bat çfarë jo gentile. Pa ma thon fare. What çfarë jo gentile. Ore po e bëj. Mos u zini. Jo, absolutisht. Ja, po sikur erdhi një goca, kupton, do zihemi siktas. Kur far sherri. A e sigurt që është masa ime? A vjet në këmbë? Vendosi direkt në kyçi. Oh my gosh. Nuk e di se çfarë më zixëllon ti nga kyçet e gallës. Çfarë shaume. Tani jena el perfetti. Tani nuk është se keni ju vetëm dhurata për mua. Kam një dhuratë specifike vetëm për ju. Jo. Është specifikisht vetëm për Lekun. Jo. Jo, vlla, nuk ka mundsi. Nuk ka mundsi. Out of nowhere. Impossibile. Prit, jam shumë kurioz vallaj. Mos emociono shumë. Kjo nuk kishte mundësi të ndodhte Veros. Një spet! Me thënë të drejtën e sulla se mendova se nuk do kishe shumë informacione. Studio! Zemra, që ka dhe mashallah. Po s'ka speciale për mikrofon shumë special. Jo. Ju lutem, nuk do ta hata nise. Jo, unë mendoj ta bëjmë në lloj forme. Në qoftë se Leku nuk ka asnjë lloj informacioni se çfarë do të trajtohet sot, ai do haj specin. Ka dhe diçka më shumë. Kam për të gjithë. Speca? Sot pas ka sherr në studio lale. Tani do ta bëjmë çik speciale. Automatikisht më bëri imagjinë e para, ato sa erdhi, ato magjia. Len tavolinë vllat pak të ndajmë. Dgjoj, unë mendoj që nuk duhet ta lësh speciale. Ta leo, ta fuz ku ta haja si. Po haje pra ta. Jo, do ta vendosim në një vend që dhe specit të jetë në çfarë të plan të parë. Ku ta leo unë kësa Vendose te kutia pra. Vendose kutinë, vendose si. Jo, vendosa aty tash më na bëni numra kod, hajde se ja ku tema. Sa të rregullohen këta me pjesën e asaj të spacit. U intrigova. Faleminderit. Sa vite mrapat kanë kthy këto. E thënë të drejtën, imagjino kemi parë që të vegjël. Shumë kohë përpara thjesht u çova një ditë të bukur 5:30 mbas dite, mbas orarit. Wow, do shoh Sailor Moon edhe një herë nga e para. Por ideja është, domethënë, është më e vështirë të gjesh. Po dalin tani. Është më e vështirë, plus që edhe shumë episode janë fshirë. Sa këtë po doja të thoja. Vazhdo, jo se do nuk është problemi aty. Mund edhe të vazhdoj sepse do të thosha këtë. E njëjta gjë ndodh fakti që ne nuk i kemi parë të dubluara në shqip. Sailor Moon ka qenë dubluar shqip, edhe u. Po jo episode domethënë që janë të fshira. Okej, po. Janë thyer përsëri sepse fuqia e TikTokut, Instagramit, se ato algorimet e vjetra të thotë që wow, si punë Dragon Ball që ishte me atë fëmijën e vogël. Edhe kthehem edhe një herë të shoh nuk janë aty ku kanë vajt. Në fakt tu dua të korrigjoj pak. Në fillim fare kur Sailor Moon është transmetuar në Shqipëri, ka qenë censuruar.
deri në atë pikë, saqë edhe në sezonin e parë, ne duhet ta themi një nga ato të 100 që mos gaboj, ai ka patur ajo me flok me bisht, kaçurela, bion. Nefretit. Jo, Nefretit, Zoe Said, sorry. Zoe Said. Zoe Saidi. Zoe Saidi. Filluam direkt me të Zoe fortat. Saidi është dubluar nga zë femra, Po, ndërkohë që është mashkull. tallë është ja. Po. Prit çfarë? Është e vërtet. Shumica do me thënë çfarë neve kemi parë, aty qenë me zë komplet- femre, ose dashuri që do me thënë që thoshin, wow, inshallah dhe unë kam një dashuri të tillë nesër pas nisën në klojforme, ka qenë ose mashkull me mazër ose femër me femër. Është e vërtet. Dhe ne dalim Sa po më shkatruan fëmirin vlla. Sa po më shkatruan. Dhe më lër të them dhe një gjë tjetër. Disa nga episodet që janë hequr janë me 3 luftëtare të tjera, Sailor, të cilat nuk u dhan kurrë në seritë e parë kur është transmetuar në fillim Sailor Moon. Kam parë një herë dhon disa visatime, kështu që kanë qenë deca të tjera plus. Po, ka mos qenë gabosha. sezoni i fundit do Sa me janë thënë dhe gjithsej? kulminant. Jo vetëm sezoni i fundit, por 5 edhe te sezoni i dytë, mos gaboj, Sailor Moon R. Edhe aty për shembull, në sagën e parë, se aty janë 2 saga. Është një me ata 2 alienët që janë motor e Okej. vlla, që Po, ushqen ata ato dy që janë pemën dhe jeshil. energji njerëzore. Nipat e pikolos. Ja, nipat e Mesa pikolos. pikolos. Literalisht. Lutem mos të filloj të kjo pjesë, domethënë se më intrigon. Marrëdhënia Më e nervat. ngushtë që kanë ata të dy. Po, shumë me ngurë se ç'duhet. Po pra. A ishi motor e vlla apo Po, vlla e ishte motor? ideja që ndonë. Flasim për çfarë përfshihet në anime, fatkeqësisht. Pikërisht. Dhe pastaj është saga tjetër që është me atë. Me Princin e Diamant dhe Aty vllajën e për vet. shembull Po. janë hequr shumë episoda. Çfarë çuna ky Sailor Moon kështu? Po, Ose pse dhe- ka qenë shumë mos të parë nga publiku. Doja Mirë, ta fal, specifikoj nuk e- arsyen po, pse, po. sepse aty ndodh për herë të parë dëshfaqet dha vrasja në Sailor Moon. Okej. Është Nuk e dini princi që- Diamant që vret të vllajën e tij Safirin. Po, Që i pikërisht. ka futet pak të pjesa biblike, kjo vllavrasja e Po, parë, Keni vllavrasja. me Mund ta themi në atë lloj forme që dhe feja është i ke përfshirë deri diku te ky lloj seriali. Okej. Se po ta shohësh dhe në fund, domethënë, jo në fund tamam, po te sezonet e reja që kanë dalë Crystal Sailor Moon, Okej. shfaqet Darien, Po. princi Tokos me një leshe. Po me çall. Po, mund të jetë, domethënë, gojthënat që të jetë shqiptar, nuk e di se çfarë shohin te ne shqiptar, po mundet. Of course. Lidhje kena ne me çall, nuk ka O zemra, Ças Lux është shqiptar. Jo, atëre e ka pasur Nata me dritën e hënës Po, te episodet që po. kanë Dhe pasur. dilte në ëndër Sabrinës mos gaboj. si ka Sabrina qenë. me kësën E të kishte- ronde, po hajde tash. Sabrina ishte tipe vet ashtu. Po Ronde se për mbani gjitha. mend gjithë Qoftja. atë skenin që e kanë bërë edhe meme. Po Sabrina, kjo nuk është e shëndetshme. Sa ta mbyll edhe me kët. Pse më thot mua dhe ta bëj sikur i ra shumë kohë. Po, puzo! I ra kasapi. Puzo! Sabrina, po kjo nuk është e shëndetshme. Po çfarë duhet të bëj thotë ajo sepse ishte shëndoshur. Ha një biftek, i thonë. Po, Ha një biftek me patate të skuqura dhe Thot ha biftek kur i Dhe Ajo kek e. me ishte tipike, çokoladë. ishte tipike zemra, nuk ky djalë më lexon zemrën. Tamam, ajo është sezonet e para ku ajo ka një dashuri domethënë të njanshme ose një pëlqim le ta themi për një person që ishte akoma më i madh në moshë dhe punonte më duket Usually. Kështu ndodh. nuk mund Kështu të arri dot me argumente aty se është shumë e vërtet, por dalim te kjo që ishte bartender më duket, punonte edhe në një bar kafe, Po, bar kafe internet. po. Ishte edhe Internet PlayStation cafe, domethënë internet cafe. si Sailor Moon edhe ajo thjesht shkon atje. Wow, sa i mirë kë. Ai, mos dilte një Kishte super para. flok vlla, unë nuk kam flok, kështu që Mos nuk e kam jo, ti provuar. valla, këtë ti je gjë. shumë po ti keq. po Që ti mbas ishe gjimnazit se kam përjetuar Na me vjen shumë keq vendesi. për ty Më vllai. thënë të drejtën do të them këtë ti, domethënë ti ishe pjesë e një animet, asnjë gozë nuk do ta varte. Mund të isha thjesht ai i keq vlla. Jo, thjesht- unë Më kujtoj duket- nanën, unë kujtoj nanën. Kujtoj pjesën e dytë dale. Kujtoj Se pjesën e baroj, dytë se vazhdoi shumë ky muhabet. Ka sapo, shihna pjesën e dytë zogu, shtetet mira. Shadow Clone. Okej, u kthym pjesën e dytë. Tashi do të më foli çik dhe për Wingsat lele. Më Dakor. në fund se Për Skena për magjinë e ty, fjerit. Sailor Moon ja kupton që nga shumë më dark se që mbasha mend, Hajde të shohim tek, nuk jam më nga fans. Wingsat. Kalem çik te Wingsat te një ëndër e vjetër, a kupton. Ajo më bënte të mendoja që gozat kishin tjetër formë trupi
Se çka me vërtet. Edhe unë nuk gënjeva Ti vlla. mendoje se gjitha gocat kishin formë me maj? Po, thosha unë e kam Belin O vlla, tim. një pyetje, do ju pyes gjithëve tash. Më thuaj. Kush ka qenë crush juaj? Po i marr me radhë derisa ta them ti. Domethënë bazuar dhe Sailor Moon dhe Jo, po flasim të me Wings-a, do Wings-a. kalojmë pasaj te Sailor Moon-i. Okej, domethënë më duket se është i dashuri i asaj muzës, nuk e di se Ai me flok Lela. Riven. Toksik. Knaqesh. Po, ai Fest vetëm me. atë mbronte, nuk mbronte askën tjetër, nuk interesonte. Unë Ishin toksik, më Po, fal që vazhdo, ndërpreva, fal. ishin toksik, por dashuria që kishin njëri për tjetrin vëlla ishte Ai ka fantastike. qenë për mund shifti më i shpifur, për shembull, by the way. Ai muza ishte ishte toksik. thjesht. Çdo gjë është mi duhet demi jetë ide. ajo. muza s'bënte na gjë valla. Mua ishte për mua, muza Prit ishte se ka vetja radhën që ai. unë realisht e kisha nuk e di pse. Po muza Okej, s'bënte po- gjë më. Po, le më muza ishte thjesht kot për Fiona kënu. vlla. Fiona Fiona ka vlla. qenë fantastike. Të pëlqen kopshtare Te ti se të shkon me Nuk e ka Fiona Flora. Flora. Flora Princess ajo Fiona, e Madonna mirë. kalova në tjetër aspekt. Fiona perfekte. Mirë, në rregull. Që nusja Flora, perfekte në rregull. për dhon Më të duket Flora. si gatroi sezon. Nuk e ka episod. Kalova episod, më Ai falni. keni Flora? bërë apo jo? Jo akoma. Jo. Okej, Flora. fal. Më duket se kështu ja. Mos e vit më njën. Flora vlla. Pëlqen këto kopshtarët? Flora ishte Bacevan, Bacevan. Vlla, ishte wife material vlla, më beso. No. Më beso vlla. Ua. Apo Do s'kishte me ta thënë flok. tipi lekut që nga wife material. Po, Do me thënë, automatikisht. kush do që ka pamjen Goca e sulme. Florës, të zhduke nga ky planet. Vraponi se ju solla speci në zemra. Okej. Mama rradha jote. Unë, të jemi sinqert, unë nuk është se i kam parë shumë Wings-at, Okej. por Specën, që direkt. Dëgjoj, ka por speca që për gjithë. unë kam mirë kastile që të shikoj ato kur fillova universitetin, se nuk e di më ngeli si kështu që peng që si peng. kisha parë. Apo. Dishe do me thënë e larguar nga Po shoqëria. sigurisht. Kush Ka nuk shikon qenë Wings-at? dashur i Florës ai që më pëlqente, nuk e di pse. Iu. Me thënë të drejtën e shoh çik të ty, vdes që për këta me lezhë. Brandon. Ai Brandon. a ka qenë ai? Jo, Jo. Brandon është ai i Stelës, më duket. Ai me shpadën e shile. Ai Ai i mashtruesi. Stelës. Ai Ai mashtruesi. mashtruesi e Ai me gënjeshtar. shpadën Ai që do me çek thënë si gaci. I Florës. I Florës, ka qenë ky më prit me flok Flok Ai gjati. aktori, pra, Si flok artisti. blu, Ai që ishte. Vdes, Oh, më duket- zot sa. Klea do me thënë tipi jo që nga do me thënë artist. Çeka budalla. Jo. Gjithë artistët i ka nga 3-4 drasa mangut. Më fal vlla. Mos më shih Edhe valla, ti se kam artist, shtru ja. parketin, hiç. Jam me Jemi të gjithë kaldra. artist. Nejse është e vërtet i kemi drasat Unë nuk mangut. jam tek pjesa e artistëve, kështu që mos më Jo, jo, flet kalojmë kalojmë drasa. ke drasa ke mangut. ana këtej e studio. Unë kam kështu pllaka mangut. Ti ke magji. Po ti vlla? Teknalale. Oh. Jo për faktin Nuk ka që ishte, mundësi. jo për faktin që ishte kështu e fiksuar me mas teknologjisë. Personalitet mo. Lale ishte. Tekno? Jo, Ishte mashallah. Prit. Si Edhe i shtanë dashur mashallah sa? me syze ishte. Jo nerd, jo nerd. Prej Jo syzeve. nerd. Jo, më pëlqej të Tekna vlla kishte një lloj linje të lezetshme vizatimi. Mos Ishte se Flora se kishte po Ishte kushto. çik më e thjeshtë në ti. ishte tipe lale me jeans e kështu, naçu. Okej, e Hande kuptova. fare poshtë pallare. Ja, ishte naçu. Ja morëm vesh. O lale, ke problem me Okej. montazhin, ta Në rregull, zgjidh në nusja. rregull, në Ke rregull. problem me këtë, ta zgjidh Ah, ajo. se Ajo vërtet, ky ishte. shef do me thënë anën teknike të Prakticitete. vetes. Ah, U shumë Do si t'ja prakticitete. kishte punës me sa më shumë vetes do me thënë. O vlla, të heshi çik punu nga vetja. Kush do që ka, do me thënë, jo, dalja bëjmë në këtë forme. Kush do që ka, do me thënë diplom IT-e, të drejtohet, do me thënë të kaj, ose Po ndonjë patët nevojë për inxhinier. punë bujrum, po. O Ore, thon punë po vlla? mirë, do ta kthej ndryshe. Ju të E. dy, kë keni pasur crush të Sailor Moonit? Ato të zjarit. E me unë Ato të zjarit. Jo, ajo e Masa Marsi. toksike. Marsi, re. Marsi. Ndërkohë unë duke thënë më pëlqen i dashuri i asaj muzës sa toksik janë thash për këta dy. Marsi, Hipokrite vlla, më ka qenë. hipokrite. Ishte tipe ajo. Ka të shpulla me thon drejtën ajo, ishte Duhet tipe. çik dominante. Po si ishte si ajo kryesorja ma ajo Sabrina. Sabrina. Sabrina ishte. Ajo ishte Jo, Megjithëse ka dëgjoj, qenë shumë e mirë. Sabrina ishte e bukur po Alamet personalitet. gocë ka qenë edhe Ka ajo e qenë- Jupiterit, ajo e shi. Edhe ja, Ajo Jo. është si tip çuni. Jo, Jupiter ishte. Ai ishte i gjata, i gjata. Po, Ishte e i di, gjata. po si flet. tip çuni Alamet domethënë goca. ajo domethënë kishte të dyja tipet e Marsit edhe të Sabrinës domethënë ndërthuara në një.
po kishte edhe këtë pjesën që kishte shumë qejf këto Bad Boys dhe ishte kokën komplet. Jo, unë edhe Mërkurin e kisha qef. Bad Boys. Edhe Mërkurin e kisha qef, ishte shumë e Mos e lezetshme. ke për Jupiter, pra atë Venusin. Jo, Kush, ma kujto me flok. Mërkuri, ajo flok bluja që ishte. Ajo është më toksike se ka monet Ja. kurrë. Pse i quan toksike, ai ishte robi më i urtë që ekzistonte ndonjëherë. Ishte shumë qullze më Lale. Jo, ma ishte e mirë. Ti do që shikosh ta më shumë O Lale, aktive. mjafton vllai që kom rrit, nuk do me rrit edhe, kupton dashur, tash çao bona babysitter. Do të jam Po, zoti po, Kosi kosto. se kthim fare podcastin, do gjejmë burr, do gjejmë gru. Jo, ideja pra ideja, koncepti. Hapet competition. Kush gjet? Komentoni. Komentoni. Kush i përshtatet Një secilit. numrat. Po e vejmë kështu. Me CV-n. Kush është i dashur i dur dhe dashur Na aq. shkutoni puna niset e PDF se çka keni kaluar. Me këngjani unë Sailor Moon dhe Wings, jemi fix. Po e joti të Selemuni kush ka qenë nga çunat fiksim. Nga çunat. Ose se ka shumë çuna, të vetëm keq bërë se të Ama, ta me dëgjoj ata sa të voca. shindja. Tamam Është edhe nga fjerje. si çdo tipik femre domethënë që ka parë Sailor Moon, Okay. mendoj se gjithë do thonë Darien. Po, Është edhe unë mund të shkoj deri aty. deri te Darjani. Deri te Dajani. Pastaj nuk të tjerë domethënë shfaqen për një periudhë shumë të shkurtër kohore. S'mund të them atë me qyze që ishte sezonin e parë. Shokun e Sabrinës. Jo, ma jo, ai është. Ishte no. Ishte, trëndafili vlla. Ai e ka bërë që krashin për gjitha gocat. Njeriu me ma, ai o vlla ç'a bënte? A kupton? Ato luftonin, gati vdisnin. Vinte Vinte boti, thoshte, Oh, ore ku kanë ai vend për të trëndafilit. O Nuk e di. vllai, Farm Aura pra, direkt e Bobi, No, erdha Sheila, hodha vlla. trëndafile. Kishte Është nevojë ai. diçka tjetër, Po. më duket është një si punë një pjesë domethënë e thënë nga një komedi tjetër, me një komedi nga një kukull tjetër, Tjetër. kartun tjetër, është bërë me atë Ralphin edhe atë Po, princeshën aty Rajt që thotë- shkatrimtari, po. që është bërë sezoni 2 edhe ajo që shkon te princesha dhe i thon ti, domethënë, a ke flok magjik? Jo, a ke këto? Jo, a ke ato? Mos ndoshta ka ardhur një djalë në jetën tënde dhe Të ka- të rastisi domethënë të shpëtosh jetën, nuk e di Dhe diçka të gjithë, jo. Si është, ma thuj Jo, ti se shumë ti mirë, mama. Does anyone assume that all your problems got solved because a being strong man came? Yes! What's wrong with that? She's a princess! Edhe vetë gjitha ashtu është. Po pa trëndafil. Ai është burr. Jo, vetë gjitha është princesh. Dëgjoj. Si është princesh me gjithë. Çfarë gjë, vlla. Çdo çka që i kanë. Mos pas ka trondë Dragon Ball. Më besoni zemra. Çdo gjë që folet te kjo skena që po thot Amelia, i ka dhe Vegeta. Edhe e shpëton Goku atë, e shpëton ai një djalë i fortë. Ti më domethënë është E ka. Vegeta Po, pra, princess. është Okej, Vegeta sorry. princesh. Mirë. Kaç kisha. Ora. Prince Nuk e of di Osiris. pse, nuk e di pse sa herë vite Darjani në sken, që i tha atë trëndafilit, kujtohet e konga, më duket e Luan Zhekut, sa e kaloj tek një dritare, që me saksi është mbushur flot. Nuk e di kush e ka thënë, Frances Radi më duket e ka thënë. Jo, mo Brenda dhe Stefi. Nani mo, jo. Endre dhe Stefi. Jo, është Po vjetër. shtrenat korçare kjo më. O, O, vllai. zema Po çuna, Ka sa po na asiston qofse i gjet. gjet. Sailor Mooni edhe tek Wingsat, ju Ju lutem. lutem. Që kësi shumë po gjejmë burrë. Frances Radi. Mirë, kam një pyetje për Amelën qetësi. Të pëlqejnë më shumë transformimet nga Sailor Moon apo nga Wingsat? Me thënë të drejtën, tamam, jo vetëm pjesa ku më pëlqen më shumë, po më e shpejta fare, është te Sailor Moon. Po Wingsat kishin Pearl o zemra, O zemra, këngët e... vetëm ajo kënga Enchantik. Ajo ishte Perla. Është domethënë ishte një këngë domethënë komerciale që më rrinden mu Ajo tukok. Magic Power o Është zemra. domethënë shkoje domethënë në punë dhe ti në mos i flisi me klientin thoshte Enchantik. Enchantik. Për të sekondë, se ne te gocat e Wingsat kena harruar ato 3 këshijat më vllai. Shtriga, të Shtriga. Ai ne du vet. Kush Jo, e me jo. flok blu është ajo? Jo, jo, ajo flok bardha. E bardha si bojqelli domethënë. Fiksime Sa ka pas. qefi kam pas ato. Fiksime Por ka që pas. duhet domethënë. të Unë Atë pëlqeja, ka çurrejtën unë pëlqeja sa o Darcy o vlla. Darcy është ajo me flok Ajo shtrime. flok Cecilia. Paka shumë Po pra me Cecilia. flok shtrime. Jo, jo e akullta, jo ka ajo çurrejtësja, skutra, po pra. ajo Po tjetra. pra. Edhe ajo. Ajo është Ala me shtrike ka qenë. mund çose Më Më shtrike kisha ro. shumë me më dyshe këtë zgjidhja këtë apo këtë. Po. Po ka çurrejtësa kishte zëri si burr. Nuk prandaj. më qejnë fare ka çurrejtësa. Jo, më pëlqen ka Ne çurrejtësa. mundi pranin të treja. Okej, po, se vërtet, Themi po. atë, kur është tjetra themi atë. Është kështu që vërtet. mos Welcome to the group, by the way. Domethënë pëlqeni Sailor Moonit? Më pëlqen Sailor Moon sepse nuk ka muzikë një, nuk e di që Kishte vetëm melodi. Kishte thjesht një melodi domethënë, po prapë se prapë nuk jam shumë e bindur. A domethënë e ka logjikuar në njëri këtë pjesë apo jo, faktin që
Kjo një transformim gjatë 5 minuta. Për zotin. Po Ikte gjëseria. Edhe do të domethënë i zhvishe keshi nga komplet. ana tjetër domethënë që është u shkatru botën. Ami, vazhdoni ju sa të djegë gjatë të lule. Ty ka pas gjithmonë. Ku drejt Se- shkojnë rrobat e Ore këtyre? pse zhvishen o Kur vlla? ndrohen. Ore zhvishen një herë totalisht, pastaj fillojnë vishën avash, një herë këtu. E dy ku fillon veshja, një herë këtu, pastaj fillon veshja e trupit. A kupton? Ore, fal, po ti për shembull kur vishesh. Këtu fillojnë nga ora, pastaj te unaza. Nuk vishën çorapet para brekshme. Ore, Të do avash. transformohet një mashkull, nuk zhvishen ata femrat. Dëgjoj, kështu trupi. është komplet gjë se është sezoni i fundit i Sailor Moonit që nga mishku bëhen femra, Femra, kështu që po. çeve Ore, gojë. Sailor Moonit pastaj se më keq E, si pastaj mendoja. që një kriminal autor këtu. Ore, se se shumë- dua ta të përmend Ha, këtë mos të e më. sezoni fundit. Ha më zemra. Dashuri. Nuk e di domethënë, unë e kam dashuruar atë sezon të fundit, Ew. sepse Sailor Mooni nuk ka mposhti, domethënë villënin me armë apo me fuqi, e kam mposhtur vetëm me empati. Është diçka që Vetëm Sailor Mooni e nëpërmjet ka. forcës së fjalës. Okej. Shumë Naruto. Naruto kë? Naruto E kun. pas ka kapur nga Naruto. Jo. valla. The best summon ever. Jo, e ka Tok marr no jutsu. Naruto, e ka marr Naruto nga Sailor Mooni, Jo. sepse Ka shumë Sailor domethënë episode Mooni, të llojeve të Sailor ndryshme që Mooni, më duhet ta them. janë influencuar nga Sailor Mooni. Patjetër. Ke Wingsat, ke Sabrina the Witch, ke domethënë Mase tjetër. Mate Mau Mau, ke domethënë Pretty Cures që ka sezone të ndryshme, goca të ndryshme nga 45 episode diku te 25 minuta secila. Janë ja 12 sezone. Nuk mund të Janë përshtatoj, po shumë 6 janë sezone. fantastike, 6 janë fantastike. Më pëlqenin shumë të këqinj që kanë qenë të Sailor Mooni. Ato janë sidomos ky që ishin gjasme si po del tani, se pa ne pasem gjasme. Motor e vlla, këta dy nipi dhe mbesa Pikolos. Ai me atë Jo, jo, fyllin jo, qa vlla, melodi e ka vlla, pasur. jo, vlla. Po flas për muzikën, po flas për muzikën, ndjes. Jo, jo, qetësi, Domethënë, qetësi, qetësi. Muzika ka Muzika qenë ka fantastike, qenë ka qenë fantastike. O vlla, Eh. Valtori mo vlla. Kush është Valtori më? I më keqi Valtori Wings dhe of Emër. Ai domethënë që qenë Si muzikë nuk ta të krahasosh? keqe. Nuk krahasohet ai o O vlla, vlla. unë po flas nga A nuk ana të e duket pak e muzikës. çuditshme fakti domethënë që dhe si kishte emrin ai, Princi se jam me Diamant. emër. Princi Jo, tek Diamant. Wings ata Valtori. Ka kthyer domethënë Blumi në të keq, kurse tek sezoni i Ai, dytë kur u bë e domethënë keq, Prince Blumi ishte- Diamanti ktheu Rinin. Rini në të keq. Po. Ja Po, kanë marrë Rini- Valtorit o vlla. Jo, Valtori. zemra Wings të kanë dalë Me më lërë të mbrapa të sqaroj Sailor një Mooni. gjë shumë të Ah, thjeshtë. Mos ma ofendo Wingsin. Nuk ta ofendoj Wingsin. Mos ofendo. Autorët që kanë krijuar Wingsin e kanë pranuar zyrtarisht. E keni kudo në rrjetet sociale që jemi frymëzuar nga Sailor Mooni për të krijuar këtë Wingsat. Të Pa- gjithë, dorë me një, çdo gjë domethënë është thënë dhe stërthënë. Sailor Moon kanë qenë domethënë një anime që ka bërë bujë shumë të madhe, pritet mbar botën, plus duhet të theksojmë faktin që ka frymëzuar feminizmin. Po. Edhe ka Kjo theksuar që i ka shkaktare pse po shko bota për lërset. Se po shkruan po ta pëlqen më hoq trunin tash ti. Që Jo. më- Nga feminizëm Jo, kështu. mos të fus tu. Mos të fut këtu. Jo ta futem lale. Jo, Jo, se të vram. Qa ke me goca që duan të jenë të bo, pavarura më Jo, shumë? jo, se kalon. bo, Kjo është i tem, jo do ta them se po flasim për diçka. Ma Tamam, tash. komento. Problemi me feminizmin, Po. që unë nuk e di si funksionon shumë në botë, po megjithëse është e njëjta gjë që po ndodhen në Shqipëri, se ne thjesht po e Kudo, kopjojmë nga. Dgjoj, nga mos ande. Një sekond. mos krahaso Një domethënë sekond. prototipet me goca që Jo, janë jo, vërtet jo, jo. pavarura. Unë pëlqej shumë pavarësinë e një femre. Patjetër i kam shumë që femrat që janë pavarura, që janë independente. Por feminizmi po përdoret në të Okej. kundërt. Pra, keni qenë ju burrat që nga lashtësia zotët e gjës, tash i prit. Jo, nuk duam barazi. Kjo është pak po e Dgjoj, po sigurt. ti futesh Duam ne historisë. fuqinë. Më fal që ndërpret, po ti futesh historisë tamam kanë që femra ajo që ka pas pushtetin fillim, pastaj mashkulli, pastaj femra. Shiko. Deri domethënë që tani për momentin femrat Tashi, po e- shtypen në thonjza. Po ta marrim ashtu, sipas anës biblike, për ju femrave jemi këtu Po, ku jemi, se do po, ishim po, parajs. po, ti. Se qa drejqit duhet shkoni të molla, kishin 2 milion varietete Ah, në fruta. Që drejqit do të shku të Po, molla. ja, Mos do më moll. prekte kjo pjesa sepse po futa nuk do dalim me batuta Po, shumë të më shpifura. le tash. E para punë nuk e hëngëm ne mollën e parë. Ne i tham burrit ta hante. Jo, hungri Eva e para dhe pasaj edhe Adamit. Adami shkreti pa faqëm, e kuptoj ngecin Ne vët. shkujt e shkreta. Nuk i kalu të poshtë. Sa E vuaj. nuk e me, unë e mohoj të si pjesë. Sa vuaj. Nese, Unë nuk mendoj po i se futem burra në e kësaj. fajin. Me lini t'ju them Po kaq. kjo gjë ndodh dhe tek Sailor Mooni dhe Po, tek është shumë e teksuar që feminizmi se është këtu do shat domethënë dilja. në kulmin e saj domethënë në çdo pjesë aty. Po, te Sailor Mooni po, Se Sailor Mooni, te Wingsat pastaj më shumë është tipo bashkëpunimi midis çunave dhe Wingsat gocave është shumë limonad. Jo, mos është e kundërta?
Se për shembull ky trëndafili ishte ky kryesori, ndërsa te Wingsat ishin vetëm goca, nuk më këtë pas. Çunat ishin vetëm të dashurit. Unë mendoj se Sabrina fliste shumë për çuna. Do të flasim pak çunat, po ja ta mbarojnë gocat. Unë do të specifikoj diçka. Unë mendoj domethënë që dhe vetë autorja ku ka thënë diçka të tillë që kjo që unë po tregoj është femra si ja dalin për Zot, por kjo nuk do me thënë që nuk ka nevojë për ndihmë me pjesën e tij, sidomos në moment që het trëndafilin. Po. Unë dua të them një gjë, autorja është shprehur në këtë lloj mënyre që unë i kam krijuar personazhet e Sailor Moonit si do doja unë ti kisha shoqet e mia. Ti si do doja ti kishe një shoqe tua? Më thuaj, domethënë kush nga ato 4-5 personazhe që janë aty, të reja dhe të vjetra, ka të gjitha sezonet, mund kapësh dhe Wingsat, si mendon se do ishte shoqëria jote? Bazuar në ato karaktere. Kjo është pyetje. Bravo. Jo, do ishte shumë shoqëri e mirë, sepse ato e mbështesin njëra tjetrën, pavarësisht se kanë debate, gjëra ashtu, janë, domethënë, mua më është dukur sa janë ngrinur me njëra tjetrën, pse sa aty tregohet një shoqëri e pastër dhe e sinqertë. Jam shumë dakord, por në një moment nuk e di në çfarë sezoni është, mos të gënjej kot për këtë pjesë. Më duket se është në sezonin e parë diku tek nga fundi i episodeve, ku të gjithë goca shoqet e Sailor Moon mblidhen, e diskutojmë kush do ta mbajë sketrin e hënës. Po, se ikën e dyti më duket. Ikën Sabrina se nxefet me këto edhe diskutohet kush do ta mbajë. Kush do ta mbajë? Nuk ishte kuptuar akoma se kush ishte princesha e hënës. Po, që mund të jetë domethënë sezonin e parë, kjo e bën akoma edhe kështu. Po mos të gënjejmë për këtë pjesë me Rendin. Puna është, tani, tokë e kanë shoqe Sabrinën. E kanë shoqe prej kohësh. Mund të jetë çapkëne, mund të bëj gabime tektuke, ku dëgjoj unë nga mbrapa se çfarë ka. Por gjë e parë që ka empati. Ajo i kam mbledh të gjitha. Ajo ka dhënë frima të grupit. Nuk i kam mbledh Sabrina të gjitha. Mastermind Mastermind i gjithë sajleve. Mos thua Luna. Po mirë më Luna ka. Është e katër putroshë e gjyrës. Gjithë ato skeptrat më nga kishte futur më. Ku i kishte futur ajo ato? Ku i kishte? Komentoni. Domethënë, si është një masë që Kollabe Dorado. Kishte fshehur ato. Doron në ajër dhe del skeptri. Ore, ka shumë gjëra, ka shumë gjëra. Edhe macja nga Fieri pas ka qenë, çfarë të them? Edhe është simbolike e dukshme e shtrigave. Patjetër pra. Edhe kur transformoheshin, dini nga për Sabrinën. Edhe me Sabrinën. O vlla, mund ka pasur që më fal. Ai Maçoku i bar. Ai ka qenë Artemisi. Artemisi ishte tip. Ishte Nona, Gallata e gjitha ti seriale. Ai domethënë se ngjilli mbuluar, histe shkopin, domethënë e kishte kokra e legenit me putrën. Ai ishte kokra e legenit, po them unë kriminal komplet. Kriminal Maçok. E po, ju acaronte nervat ju ajo Blumi më valla. Ta acaronte nervat Blumi se mu vallaj. Ma caronte nerva. Me thënë të drejtën, më shumë më pëlqente, domethënë episodit ku gjitha goca ishin pa Blumin, po. Ajo Blumi ishte. Stella herë mund shkatronte nerva. Stella më shkatronte nerva. Ajo ishte Gold Digger vllai episodit. Kush I shkoi princi direkte. Stella? Jam dakord. Po është u gënjye që u gënjye. Stella është në episodin e parë, kjo domethënë nifet e njeh Brandonin si Sky. Sepse ai kishte fikse, kjo ishte princesha e diellit dhe hënës. Jo, ka qenë arsye tjetër, ka qenë sepse ai ishte truproja i Skyt dhe kishte marrë identitetin e tij që nëse do të sulmonin, domethënë Skyt ishte i sigurt sepse do shkoshin pas atij Brandonit. Okej, kjo bën diçka më të logjikshme. Faleminderit për informacionin. Por gjithsesi, si mund shkosh ti domethënë ta gënjesh, o goce, unë shikoj, unë kam qef, po unë nuk jam ai që mendon që ti. Prapse prapa jo e pranoj, kështu që unë nuk mund ta quaj një gold digger tamam. Se vazhdoi domethënë për një kohë shumë të gjatë. Jeli duke i bërë fund gjithkohës. O plag. Unë do të thoya që ai ishte shumë Queen Bee. Shkon Stella me Blumin, kaqesh. Shkonin ngushta pra, kupton se Blumi gënjej nga meshkujt. Ajo muza ishte skiç. Flora ishte. Mos e saj kur Florën. Flora ishte sigurisht hajja gjithkohë. Ajo ishte çima. Nuk e di domethënë. Merrej me bimët, ç'a të bësh? Nuk e di pse, po mua Flora domethënë më pëlqente si karakter, po ishte hajja gjithkohë. Sa do doja të veja një kështu ta shikon Snoop Dogg-u tu. Ajo ishte chill, ajo ishte çfarë do zemra?
Po, më qa dua ti, Do e. të thëmë, me thënë të drejtën. Mua më prandaj ka kam përshyrë gjithmonë Leila, ka qenë një femër. Po, Leila ishte shumë e zgjuar, po. Jo vetëm e zgjuar, po dhe me karakter shumë të fortë, dhe Po, ishte Leila, dhe po. prezencë, ajo Arsye që u ndihej shfaq dhe në skenë ishte dhe Nuk akoma e di pse diçka më dhe kujtuaj më qeni Rrugëve Romeo me këtë emrin Leila. Qa perle ka qenë ajo, po që të gjojo. Ajo perl film. Charlie Ana. Po përshtatja që i kam formata të shumë Mega të film. ati. Sa e kisha harru. O Lale, më Ajo nuk kujtu harrohet. tash. Morena, Me çuna, Morena. Sa bukur e vënde. Ata që shikosenin. A ishte kriminal. Stop. A ishte kriminal E komplet. s'kaloj më abeti. Kalem rrim aty Lale. Ore, unë do më dhe me këto skena kështu e ditë dy skena më kam përqyrë. E sa po knaqena, me këto të dyja u knaqen. Vazhdo. Dy skena më kam përqyrë shumë fare të Sailor Moon dhe janë pikërisht të këto episodet që nuk janë transmetuar. E para është, si që thash, 3 luftëtarë nuk janë shfaqur fare, po është edhe një e katërt që të gjithë nuk donin kurrë që të zgjoheshe. Maj men këtë gjën. Ka qenë ajo e Plutonit. Është dhënë të Plutoni serialin ka në qenë Shqipëri. kjo, më kjo flok bluja. Ajo me flok të shkurtra blu. Urani s'ka Jo, qenë. ishte Merkuri, Urani ajo është ishte tjetër, Merkuri. domethënë, Po pra, ajo domethënë ishte- Plutoni ishte ka qenë ajo me pluto. flok blu, maj menon. Ajo me shkurtra domethënë. Plutoni ishte flokje- Po. Plutoni ishte flokje Shilja. Jo. Ja, ose mu se... Jupiteri. Kam këtu. Ka qenë Jupiteri. Jo, I sigurt? jam shumë i sigurt. Më falni, jo, Saturni, Saturni, ka Saturni. qenë Saturni, Jam kërkoj shumë i ndjes. sigurt. Kërkoj ndjes, ka qenë Saturni. Të gjithë nuk donin që ajo luftëtare të mos zgjoheshe Po, kurrë, është e vërtet. sepse ishte luftëtare që përfaqësonte shkatrimin total. Po ta marrësh dhe vetëm tamam është diçka e tillë dhe në Dhe- pjesën e anës shkencore. Po. Domethënë Pluto domethënë një vjet si botë është Jo, domethënë një planet. Plutoni është, po thot Saturni. Saturni. Jo Saturni Plutoni. ka qenë- Saturni. Saturni Dhe është një mirë nga dy gjigantët e më të mëdhenj të sistemit tonë diellor. Dhe është Që i ka janë unazë që- shumë është në këtë lloj shumë forme. shumë Domethënë po dali po këtë me veten ideja që njiftja Sailor Moon shumë mirë. Ajo tani ajo me flok shkurtra. Po, Ishte si Saturni. zeza, po. Ajo, Ja se... ajo Verifikoj Ishte pa Merkuri, kolekt. Dhe ishte mirë- ajo... dhe mirë- Ajo është Merkuri është Merkuri. shkurtra. dhe mirë që Po, pra. të gjithë Me të kishin frikë. zeza. Me të zeza, Me të zeza ka qenë Zeza Mars. Merkuri e di se është faqe Mars. filmi deri në fund. Ka Shkurtra, qenë me të Mars. zeza të shkurtra. Dhe ka dhe me Se formën di. në Lela. Është Saturni. Po, pra. Saturni. Saturni. Good. Think to know. Sezoni që dalin këto, mos gaboj, është sezoni Sailor Moon Super S. Po. Sup. Okej, Është- fal, vazhdo. It's for Ishte sugar. Ishte It's çik for perl. sugar. E Ishte çik- kishim Ishte çik perl. në sens, Jo. in senso italiano. Jo, përmend edhe herë si ishte ajo. Përmend edhe herë si It's ishte. for sugar, guys. S for sugar. Vazhdo edhe herë çfarë po thoje. Po. Sailor Moon. Super S. Po pra, jemi dakord se jo, nuk jemi dakord, si ishte ai gjë. Ja, Vetëm bro. Kanë qenë shumë skini, për Jo, se jo, shumë jo, për jo. shijet e mia. Jo, unë për vete që kam parë nga Ore. fillimi deri në fund atë. Ore, mos vetëm ma S shkatroni nuk kam emrin. parë. Asun lale. Pa mos e thuja anglisht, thuja shqip, ku e marri vetë. Super S. Super S. Fix. S. S rank. Yes. S for Vazhdo. sugar, S for- sa për të S rrisim. for sugar, po, vazhdojmë. Ka qenë betejë me të cilën ato luftonin, ishte pikërisht kjo ana e errët e Saturnit. Okej. Dhe ajo i bën thirrje vetes për të mos shkatruar botën Okej. dhe shkatrohet. Zhduk veten, vdes. Kush? Saturni. Në formën e saj të lig, që është duke luftuar kundër vajzave, Po. ajo vret veten duke mos dashur, sepse zgjon ato dëshirën që nuk dua të bëj keq. Po tash i Dhe edhe vetë liga dhe shkatron- s'do të bësh keq? Tali pra, çika sepse se tu po dalim po Sailor më Mooni. fal që Është Sailor ndërprerë. Mooni që vazhdon dhe flet Po me në ata. rregull, Një në rregull, ti sekundë. the domethënë që këta luftojnë me anën e saj të errët. Po. Por, domethënë ana e saj e mirë, domethënë këtu dalë që këtu del një Kontradikt. domethënë diçka tjetër. I bie që këtu pas kemi edhe më shumë se një personalitet në brenda një personi. Po. Është. Shumë gjëra kanë prekur këta Sailor Moonit. Do të Të them, gjitha. më lër të them Ku kanë kaq, qenë Sailor fëmijë? Mooni ka dalë, më fal se po ndërprer, Sailor Mooni si manga ka dalë për herë të parë më 28 dhjetor të 1991 dhe Ta është se bërë ishte- direkt anime në 92-shin. Direkt. Sa qeve kam... Aq kjo anime që viking dhe nga aq pëlqim ka brutale, pas vlla. direkt. Se di vallaj, unë kom pa që ka dhënë të digital. Bang Bangu e të të mira. Me thënë drejtë, unë që kam qenë fëmijë nga më parë në sensin kuklla, o persona domethënë që kanë fuqi magjike, jam dhe nga firje.
Thosha, wow, do më thënë mund të mësoj në imagji, në një gjë, kush La, ishte që le. rria pa televizori shumë. Por ishte dhe goca e vogël, Rini Po, pra. pra. rini. Ajo ishte më duket e bia e Darianit me e morën vesh e kasapa, e morën vesh la le të bëjmë dorë më E bia betë. që kishte ardhur nga e ardhmja. Po pra, Në të shkuar. sa prindër pa përgjegjshëm, si e lën Kalamoni me shku Po në ishin të shkumbën. vdek më burrit. Ah, opa, kishin Jo, copë, ashtu rroba. po vdek, Taksirat. ishin në gjumë të përjetshëm. Oh, Po një fix. mut është. Nëse, Fix. gjithsesi Ah, do të bukur e them shaj aty te tjetër. skena që po tregoja. Në momentin që ajo nuk do që të bëj keq të tjerëve, shkatron anën e keqe dhe është një lloj shpërthimi i madh që po ndodh aty për shkak të gjithë fuqisë që ajo ka. Dhe Sabrina, duke qenë shumë nuk i vinte fare mirë që pse duhet të ketë kjo këtë fund, futet brenda dhe aty nuk tregohet asgjë se çfarë ndodh. Dhe Sabrina që në moment kur çdo gjë zhduket, aty pastaj ajo shfaqet, ka një vegim shumë, një fytyrë shumë kështu që të përhumbur dhe ka një foshnjë në Kjo e krah. përshkruan, po unë e kam gjithë imazhin. Çfarë? Para syve shumë. Unë e kam blurrin, shumë fal, dark. më shkput sinjali. Unë nuk jam u këtu. Dhe shumë kapi dark. dajti me Unë po miza. specin, vazhdojmë pjesën e Vazhdojmë tretë. pjesën e tretë kasapo. Sa tifuzi mi çap specit edhe shihna U kryp. pasaj. Shadow Clone. Okej, Lale. A ma të shijoj speci? Tani jam flak. Tani Literalisht. jam enchanti. Nejse, vazhdim. Tani do të transformohet në stads. Unë nuk do të flas ka shumë unë për Wings ato për. Jo, Paska se i Më kam fal, shumë gjithë qef. sekunda ti e the entuziazmin tënd Po për pjesën e Wingsave. ishin, po pse bëni koto bre? Ne kemi në anën e djemve, Lale. Ne Djem- thjesht na pëlqejnë vajzat. Janë Jo, goca, nuk më duket në atë lloj forme. transformohen. Më duket se vetë Leku ka qef të transformohet në një spec, me ka specash. Mos këto janë shaka live-i, hyni në live ti ta kuptoni Për shaka. zotin, live më fantastik i kësaj të hënë ishte, nuk di çfarë të them. Ishte specifikisht speciale. Specifikisht sa, bëri bukur. E kolla për dhe, mirë. Se kot marrim në. Hajde pra. Hajde pra. Mau kishte i pyetje shumë të bukur tash. Okej. I jepi drejtim Mau. Hajde herë. Cilën Mos më trem. Jo, më jo, të lutem. Se sa ka marrë. Po shqyqyr që merrti një gocë ta trëm seriozisht. I jepi drejtim Mau se ne në rakapi kasapi kisha, mund të kishe. Okej, më falni. I jepi një amanze. Cilën nga gocat, qoftë Sailor Moon, qoftë Wingsa, do doje më shumë ta kishe për pjesë shoqëria. Atëre, do zgjidhja vetëm 2 te Sailor Mooni dhe i kam tamam edhe arsyet pse për ato, Marsin edhe Jupiterin. Për vetëm në arsyet që Marsi vetë do më rrinte duke më ngacmu gjatë gjithë kohës, do më linte as një minutë të bija në depresion. Dhe pjesa e Jupiterit do më thënë që është një person që i jep jashtëzakonisht shumë dhe shumë overprotective. Është një, do më thënë, do ishte një treshe duke bazuar te karakteri që kam vetë që jam overprotective si person, do ishte një treshe do më thënë bombastike. Ala me treshe. Nice. Një farë treshe. Mi piace. Një treshe këndshme. Anch'io. Te Wingsa s'pas ka pëlqy. Me thënë të drejtën te Wingsa do doja të kisha vetëm shoqe vetëm Leilën. Ishte do më Ka bëjë Flora ty zemra, Flora ajo ishte chill o zemra. O zemra, nuk Ishte mund të rrimë kuptoni një Florën. person, do më thënë që unë kam personalisht për treguar një muhabet ajo që është Ajo chill. Jo se kuptoni Florën, Flora ti jemi të Mesa ndihmës. Snoop Doggut. Shoqja ime për jetën. Vazhdojmë. Lale. Po ti, kolegi dashur, çfarë shoqës do doje të kishe? Te Wingsa të morën Te vesh Wingsa të sigurisht që Florën. Edhe tek Sailor Moon e them Maj. Jo, me thënë drejtën, te Sailor Moon janë fiks me Amelien, edhe unë Marsin, sepse e folëm herë. Patjetër. Jupiterin, e përmenda dhe vetë, Jupiterin është ajo Patjetër. flok shkurtra që është kështu. Jupiteri është ajo që Je është shilja. zyrtare. Mërkurin, unë jam me Marsin dhe me Mërkurin. Mërkurin pëlqen se është shumë femërore me thënë drejtën. Më fal, 2 sekonda ti zgjodhe Marsin sepse ishte, domethënë, Grifs, Ah, okay. edhe jo grifsa, combination fix. A ky do lozi dhe akullore dhe E, çokoladë. bravo, Domethënë që bravo. kur ta Jo, e kuptoj ti se unë e kuptoj se çuni jam vetë. Brazer, të lutem. Fal, mos pas ka shoqëri mes gocave dhe çunave këtu më duket. Është punë për burra, mago. Brazer, më bro, brazer. Po ti këtë pëlqej se na bëre mua këtu. Marsin vlla dhe arsyeën e dim të gjithë. Patjetër. Nuk po ashtu, nuk po e shtjelloj, Patjetër. por mund të zgjidhja dhe atë çka ka e flok bluja.
Për të na marrë në detyrë. Merkuri. Detyrë. Qofim pak dhe anën praktike. Ja akoma në shkollë ti, jo? Jo, anën praktike për të bërë këtë punë. Ajo është 40 vjeç, moj, ça thua. Aq duam. Ai është baba qemo. Jo, do zgjidhsh atë pelën e gjatë, që është 2 metra. Jupiteri pra. E më ku e diun Jupiteri? E pra Jupiteri se Lidën, fix. Lita. Jo, Jupiteri. Lita e diu me T. Me D. Si ta ketë nuk ka Me problem. D si lopa. Nuk ka problem. Atë do zgjidhja. Nëse të dyja, të dy motrat. Janë shumë fikante. Po ti Klea? Unë. Ore, 2 sekonda nefse, ne bëjmë pyetje. Klea na bën pyetje, ne nuk i bëjmë pyetje. Ti më motre dashur. Atë e thash ne kishim me radhë. Do të ke fiksim ti moj te Sailor Moon dhe këtoja, domethënë duket se s'mi kthe përgjigjen. Nëse mi ke dhënë kokë ndjesh. Ta fash. Dhe për arsyen, për çfarë arsyen qash? Hënjer. Ta e bismillah. Shoqërinë që do doja unë. Jo. Mos e drit bishtin. Mos e drit muhabetin, se është ka pëlqen. Ka ndonjë kështu janë ndonjë pëlqim kështu romantik. Nga gocët e? Nga çunat më shok. Ha pra se aman. Tash ju e keni në studio unë ta Jo, thash Allah. Jemi në Sailor Moon ka gjithë. Patjetër. Nga çunat. Do Treja gjysej aty. Po është princ diamante, ai më pëlqente shumë, ishte shumë i pashëm, po e urreja për faktin që kishte një shpirt. Në fakt ai nuk është se kishte shpirt keq, ai thjesht u influencuar nga Wise Man. Justifikoj. Do ta ndryshoja. Unë nuk eci me atë teori sepse ai është budallik, nuk e ndryshon dot një person nëse ai nuk kërkon të ndryshojë te vetja. El facto. Me pak llashi kjo paska shef to shuna që manipulojnë kollaj. Po. Do ta manipulojë bugaçe. Buk me byrek. Me langë. Po. Po çfarë bën me jeta që kështu ja ti brushtu? Kush është transformimi i preferuar nga Wingsat? Nga Wingsat. Do thosha e Florës, është shumë e bukur, është fantastike, sidomos tek Enchantings. Domethënë tjetër edhe i Bloomit, me thënë drejtën, te këto episodet e fundit ka qenë shumë e lezetshme sepse duke në të detajet e zjarrit. Po, ka Është shik sensuale ta shoh çik. Po janë gjitha, më thënë. Ka qenë ajo miqtë e Angelit që ka qenë më seksuale. Të lutem shumë. Sensuale se aty. Miqtë e Angelit. Dashuria që kishte mes idealet e Angelit ishte fantastike. Sa romantik. Ajo vetëm romantik. Hera e parë në jetë që mund ka pëlqyer një personazh kryesor mashkull, edhe pse toksik të merr. Hell, toksik hell. Ore, nuk e di domethënë xhelozia që kishte ai sulfusi për atë Angelin, nuk e di se mos vini kosikse për Ralph. Nuk e di. Nuk e di si është, për momentin nuk ka rëndësi. Xhelozia që kishte ai, dukesh aq qartë domethënë në televizor, duke sikur dilte nga televizori si punë e Samarës. Raf. Edhe të vinte domethënë të mbërthente dhe thoshte ti kthej syt mos e shih se do na vrau. Na vrau. Ishte fiks toksiku që ka që ka të shumë brenda vetes, është pak po e sigurt. Ata që kanë flok kryesisht. Me thënë të drejtën çfarë më pëlqen të gjitha këto episodet, domethënë çfarë po përmendën, përveç faktit që janë influencuar nga Sailor Moon vet, edhe nga jo autore aq e suksesshme, që më duket edhe Klea para se të hyrim në studio më tha që ka qenë për farmaceutik. Ajo kam, domethënë, në gjimnaz ajo ka qenë pjesë e klubit të astrologjisë dhe të mangave, ndërsa ishte jati që shtyu që të bëhesh të futesh në universitetin për farmaceutik dhe ka licencë. Imagjino domethënë një person që ka studiuar komplet çdo lloj sëmundje të llojeve të ndryshme, psikologjike të me radhë e ka hedhur të gjitha këto në letër. Po tash një budallëm. I ka fut gjithë me një budallëm e ka fut aty. Ore, po më vjen çudi për të vetmin fakt sepse çdo personazh ka një sëmundje specifike. Po. Ta theksin specifike, Kosta. E dëgjova shumë mirë. Okej. Puna është domethënë që Emi domethënë është introvert. Po, këtë e dim. Domethënë introvert ka shumë OCD të theksuar, nëse mund ta quaj sëmundje mendore apo diçka tillë. Ja, pse e doja Emi në shoqërinë time se krym punën thjesht perfekt. O zoti i madh, nuk e di. Ai e përdor njeriu se prakticiteti mak. Nisë domethënë anger issues me Rain, Marsin. Domethënë pjesa e abandonment issues me thuaja me Jupiterin. Po. Sepse Jupiteri kishte një shumë të theksuar abandonment issues. Gjithmonë pëlqente persona domethënë që jepnin qoftë sa do pak. Po, domethënë afeksion. Po, se nuk mund ta thojë që pëlqim apo dashuri se po.
Nuk Ka lezet ekziston. Allah ta bëj jetën të vështirë. Është e vërtetë, është e vërtetë. Jo, mos e ta bëni në vështirë Jupiteri mu. Të ndi nga mbrapa derisa ti Bëhet cringy vlla. Po, mirë, kupton ai që vërtet ka interes nuk ja bën jetën të vështirë fare, shumë praktike. Dhe diku. Pastaj e lidh me Maci. Venusi do me thënë tamam. Ajo Maci ishte luks, kështu që jemi në rregull. Unë do thoya që Venusi ka atë të narcisizmit. Po, e ka, po nuk e di ata e quajnë tamam në lloj forme, se nuk di dhe çaj pititit i vë se. Ajo thjesht don kishte këtë, unë jam perfekt. A po flasim për Ego, të verdhën. Po. Po. Ajo thjesht donte, jo më të shlesh egoja kishte pa. Nuk ishte ego, ishte narcisista. Ishte thjesht narciste Lale. Po, që po nuk mund të thuash tamam, se Venusi në shumë raste e tregohet shumë afërt me Sabrinën dhe narcisizmi nuk ka lidhje që ti nuk jep afeksion apo nuk jep ngrohtësi dhe dashamirësi të tjera. tjera. Vetëm vetëm mbi vetë. Thjesht me veten tate e ke nivel hap 200 valla. Kupton? Në rregull. Del para pasqyrës si thua shpirë do dritë jetë. Si që thua ti pra, po. Unë jam thjesht Luani. Po. Wow, një Luan tjetër zonë. Dini jashtë. Unë domethënë edhe Sabrina vet po ta shikosh me vëmendje ka domethënë shpërqendrime të vogla të ADHD-s, nuk e di si mund të thonë. Di. Okej. Nëse unë nuk jam fort me shqipimin e gjërave. Puna është domethënë që secila nga këto ka diçka të theksuar. Që duket shumë e qartë. Nështë kur kemi qenë fëmijë nuk është se e kuptoni. Shumë kemi kuptuar, nuk e kemi gjëra të tjera. Si merrni vesh fare, vetëm qeshni, sa po ndodh aty. Po ta shikosh se wingsat janë të theksuara, po jo në atë lloj farfeje, domethënë që të influencojë domethënë të jeta e një personi. Kurse Sailor Moon mendoj se vajzat është vënë shumë kjo. Domethënë unë mendoj nga Sailor Moon, nga wingsat jo. Nuk kam parë ndonjë diçka nga wingsat të jetës nivel domethënë. Te wingsa për shkak mendoj që është më e theksuar, sepse ti ke muzën që unë do ta quaja realisht smundje pjesën që është e fiksuar mbas Riven, ë? Riven, po. Po është besnike ma? Jo, s'ka lidhje besnike, ai si kishte shpreh dashurinë, ai thjesht po tallej me atë. Më është besnike për krashin e vet, ç'keti më për besnike po dallikut vet, është tjetër muhabet. Ti ke Stelen që ishte totalisht gold digger për mua. Ishte valla. Kishe Blumin që ishte nga këto vajzat që se da menen për asnjë gjë. Jo, ajo manipuloi keq fare nga ta meshkuj, dy meshkuj ishte ajo. Ishte shumë naive. Nas naive tamam, po. Jo naive. Edhe mund ta fusim në ato ujëra, po nuk e di. Kishe Teknën që ishte fiksuar me Lale Terezia vet. Punta e mia. Ajo është tamam se Kali që ka ato syve. Jo, Kali Lormuni i ka më theksuar. I ka më të theksuar me Sailor Moon. Gjashmërinë e Sailor Moonit, domethënë gocave me wingsave. Po ja kanë ndërkan. Po thyset një gjë ka. Tjetër kush ka qenë? Më kjo e luleve ishte mos pasaj. Ishte mbesa Skudogut. Po jo. Për zonë e madhe. 24/7. Po këto janë smundje është chill. Domethënë, tani kryesor, domethënë te wingsat ka qenë për mua, domethënë çfarë shifja unë më shumë ishte Stella dhe Blumi. Pjesa e gocave të tjera domethënë e kishin si me radhë, pjesa shumë pak dilin shumë. Unë të tjerë si ka monet të fare aty te. Ata ishin thjesht për të qenë të bukur o plak. Më çuna debila. Thjesht ishin të bukur. Nuk di. O vllai, jeni i kamp. Me çuna kap pa. O Lale, jen kampus vetëm me çuna. O, jen kampus vetëm me çuna. O zemra vetëm rinin të bukur kaq. Kaq pra kupton. Thjesht rinin kështu ata. Mos i këtu në Tiranë konvikt. Njëri kishte shpatën si e Gacit, ai me jeshile. Kupton, tjetri kishte këtë si turp. Po si se një animacioni i vakës. Më idiot. Njoni ishte thjesht shumë delikat. Ai Sky, po ai Sky. Ai Sky. Si ishte Terezia ai? Debil total. Ai më duket se ishte shumë shok ngushtë me Florën. Ai për zotin po. Ai ishte upside. Si ndro faqen. Ai Sky ishte për mua personazhi më idiot që thjesht duhet të fut aty. Unë jam the prince and jam better than everyone. Jam i bukur. Jam unë absolut bukur. Spazjas. Po Madrid sikur zemra. Po pra. Pastaj më ndoli edhe në Instagram para ca kohësh si ndoli si video, ishte momenti kur ishin zënë me Blumin. Ka qenë një periudhë që ishin zënë Sky me Blumin. Dhe ky e merrte në telefon, se s'ma telefonin. Oh, thash drama e gjimnazi flashback. Jo, ishte Oh, drama e gjimnazi. Sa zemra ime vazhdojmë dhe sot e kësaj dite, ama po janë amator tani, nuk kam më, se jemi për eksperta për po nuk tani gjë asnjëri më kur japim këshill.
Nuk dashu fare. Bëjmë si ata psikologët do me thënë free of charge, hajde bëjmë si ato ja... O çuna, po mas gocave dhe mas autobusit mos raponi mërçuna. E njëjta gjë edhe me gocat. Si është merrni jetën chill lale. Mashkull ta Ka marr. një bicikletë lëvizni pastaj. Ah, bravo. Si stu prish kjo bicikleta. Ora, po e kam, domethënë pavarësisht të gjithave që thoni që Sabrina ishte shumë e hedhur, ishte shumë kështu, në sezonin e fundit, Darjeni, përgjithësi që ndoshta se keni parë, spoiler, Darjeni vdes. Që në fillim të sezonit. Vdes inshallah që Dhe Sabrina nuk e di, por i qëndron besnike deri në fund. Ose se dinte. Po Ti e kupton. çështja është që Sabrina i shkruante, merrte në telefon dhe normalisht vin valët atje. Ja to këtë internetin ai. Është problem me valët atje. Jo, unë mendoj që fuqia e firë në atë moment ishte mbaruar. Ishte mbaruar, valët kishin interferuar me mashinë. Edhe ajo nuk mund të me Steadicanisin, domethënë nuk mund të Po mi më se kam kuptuar kur ka gjithë fuqira dhe nuk lidhen dot me botën e të vdekurve. What the? Zemra mos e çon fjer fare mo, ti vdet atje domethënë. S'është fuqia fjerake atje zemra. Ty të ka vdek një anë. Po e Sabrina nuk ishte aq keq, paska se nuk e përmendëm fort, se nuk përmendëm as Blumin, as Sabrinën nuk u se folëm fort, pasi janë kryesorët. Nuk dalin kohë, kupton për tash të gjithë. Po se kanë qenë ato karaktere që me vërtet rrihnin në burr. Me thënë të drejtën tamam për faktin që kanë qenë të dyja princesha, të dyja kanë pas një rol shumë të rëndësishëm në secilin episod të tyre. Mendoj që karakteri që kanë pas për atë pozicion, që kanë dalë, më kanë qenë janë zbuluar që kanë qenë princesha dhe më mbrapa është bërë mbretëresh. Po. Në fund të këtyre sezoneve, mendoj që ka le të themi një formim shumë të mirë dhe mendoj që empatia që kanë të dyja si njëra dhe tjetra është për të qenë majt fronit. Ishin si të pafajshme, nuk është se kishin jo të pafajshme. S'kishin një gjë të keqe. Nuk është se kishin, nuk mendonin negativisht. Pavarësisht se shumë teori në rrjetet sociale e shikojnë domethënë Sabrinën në njerëz si domethënë një hën realisht me dy anë. Domethënë është ajo ana që asnjëherë nuk duket, por është e errët dhe nuk është zbuluar kurrë se çfarë ka aty. Domethënë është tamam si një si çdo person që cilin nga ne vetëm kemi dy anë të monedës, një është anë e keqe dhe një është anë e mirë. Pikërisht, por unë dua të të bëj se kemi ardhur fatkeqësisht në fund. Më dole në shtek, sa do të thotë, si dy anë të monedës kemi dhënë dy lojra për ty sot. Na që je goca e parë, po të mbaj me të mira, do të bëj dy lojra. Bim fort, me që po. Se e nisim butshëm. Mos më të thash, mos më trëm. Kjo të trëm, se ne jemi okej, jemi chill. Ne jemi Flora. Jepi drejtim dele. Tererena Flora me speca. Jepi mau, është skena për ty. Kamera për ty. Uranus apo Pluton? Pluton ka qenë me shile, me flok gjatë dhe kaçorrela. Jo, e me flok blu. Do tallë, ç'ke? Ma kujtoj se këto të treja nuk të gjata e shila. Po. Pluto, atë. Atë është domethënë nuk e di. Po, është vërtet. Nëse do isha mashkull, sado që është më madh e mosh për zotin e madh. Jam dakord. Edhe unë jam shumë dakord me ty koleg. Jemi dakord. Shumë dakord. Bring it to the table. We are Kasapo bring it. Jepi. Pluton apo Saturnin? Pluton. Okej, e diskutueshme, jemi dakord. Pluton apo Jupiteri? Pluton. Pluton apo Venus? Pluton. Pluton apo Merkuri? Pluton. Pluton apo Marsi? Tu është e klasiko. Janë dy femra domethënë që kanë karakter kaq shumë e vështirë. Mund të dalësh. Do shkoj me më të maturën. Pluto. Është shumë e vështirë, po ishte zgjidhje e dur. Je sigur që e ke zgjedhur të durë, mos zgjidh sa për të dukur mirë. No. Okej, në rregull, okej. Ke edhe një të funit? Pluton apo Sailor Moon? Sailor Moon. Nuk Sabrina.
Sabri. Më fal, un kam Ai që ha qoftë A dhe qa qoftë të zgara kërcare? Dëgjoj me akmeve. Un kam një depules shumë të madhe për për njerëzit që bjondët. okay. Edhe që kanë si ose jeshil ose blu, në këtë rast Sabrina ka të dyja, kështu që. I ka Ai që nga, vetëm që është pak si femër. Vetëm se është femër. Ai do të bëj lojë tjetër, do të kap edhe wingsat, okay? Okej. Se sigurisht që do kapen edhe wingsat. Patjetër. Sigurisht që do flas shumë për wingsat. Unë do bëj El Clasico në finale. Ti bëj El Clasico, okay. Që kanë ngel. Atëherë do zgjedhim. Leilën apo Teknën? Leilën. Leilën apo Muzën? Leilën. Leilën apo Icein? E bukur. Ice. Icein apo Darsin? Që është Ice. Soqja. Icein apo të zgjedhë këtë tjetër Stormin se ra gocemi. Ice. Icein apo Florën? Ice. Icein apo Valtorin? Kujdes. E lyti pisat. Kujdes. Valtor. Tash Se valla. do tregojmë se kemi Tash dhënë. thjesht bëj skip gjithë Valtor apo Riven? Riven no. është Valtor. Valtori apo Brandon? Ti ki parë. Jemi dakord. Vazhdo Jemi para. të gjithë dakord. Është bjond, është si boqelli, po. Po. It's not my type. Valtori apo Helia? Helia është i dashur i fundit. Jo, Lera, ai është më haj se Flora vetë. Ti nuk e kupton Flor. Nuk ka për ta kuptuar kur. Valtorin apo Lord Darkar ishte ai i kuqi. Po e di. Ë? Se përmendëm ata çka. Ishte i far perle. E mbani mend ata? Jo fal, e mbani mend se tash ma kanë mend gjë. Lord Darkar që kishte mask, kishte ato. Jo, vazhdo tek ai se s'do kështu me mask. S'kemi val, okay. Edhe pse jam dakord. A nuk mendoj se ishte i njëjti person. Jo, Valtori apo Stella? Valtori. Valtori apo Blumi? Fjalë seriozisht që ke këtu Valtori më zemra. Valtori apo Blumi? Valtori? Sigurisht Valtori. Zemra, unë do të Saturni zgjodhet te kjo? Zoti Sailor Moon. Jo, te Sailor Moon, okay. Jepi valla. Tash Valtori apo Sailor Moon? Sailor Moon. Nuk diskutoj. Nuk diskutoj. Rand situata. Tash tani kjo ishte për të ngrënë specin? Po. Po. E unë me zemra ime vazhdo hasë. Jo. Më mirë prezantojmë ato. Më duke se speci bëri Kush ka speca na bën sponsor vali lest. A mos ti çart kërkesë zyrtare. Kërkesë zyrtare, ndro urgjentisht uniformën e Lekut ta bësh nga Shadow Clone, bëj Shadow Clone Speci. Jo. Shadow Speci. Ose bëj këtë gjë valla. A mos ti çart gjithsesi faleminderit për gjitha këto. Uniforma më të bukura. Atë specin e dua valla. Për zotin do t'ja jap atij. Do të bësh dhurat vlla? Uf mo. Po. Po o vllai. Unë do ta bëj të dhurat. Po. Ne I bëmë edhe dhurat gocës nga Enzo Attini, Enzo Attini që na respektoj të ftumen mos. Jemi këtu. Ta keqe. Ta marr me vete? Jo, ai duhet neve. Do I themi të bëj tjetër. Shumë faleminderit. Nëse ha. Apo jo, pas se këtë lulen këtu mbrapa tash ta marr me vete. Na që ka parë lule nga Flower Decor DM, se sa vjen edhe na I zbukuron, a kupton? Sa shtohen më shumë. Sa vjen shtohen, faleminderit. Nëse gjithsesi un po ikim me këtë. Merë, keni fal. Flower Decor DM, shumë faleminderit që na ke zbukuruar që të gjithëve. Dhe për ta mbyllur, por jo për nga rëndësia, shumë faleminderit duhet të themi dhe vilës private jon, e cila ofron relax, kënaqësi dhe ambiente fantastike për të kaluar kohën tuaj të lirë. Thjesht zgjidhni ditën, shkoni dhe qetësoni. Faleminderit. Shumë faleminderit. Dhe falënderimi më special shkon për ty e dashur, dhe sot na zbukurove studion. E ftoni çik më shumë fan sa më ftoni për dy se s'kam problem. Më prisë lista ty se I pergamen dragoj shumë. Kung Fu Panda. Ora sa vajte ne kishim lidh syt se mësoj të vendin tani kur studia. Magjia keni të dera sa dalim. Para një herë që të mbronin privatësinë e tyre në fundit një thes në kokë. Se kishim prik mos vinte. Kupton kam gati shumë që kur e keni filluar që fillim të vitit sezonin e parë, domethënë që I ndjek avash, domethënë I kam shkruajt deri te Legu I kam shkruajt. Domethënë nuk e di se çka drejt magji fieri më burri dhe. Magjia bravonoi po sarroi ta bëj efektin. Gjithsesi si na erdhi shumë bar. Shumë faleminderit. Shpresoj domethënë të keni sa më shumë të ftuar, sa më shumë
diskutime për të bërë dhe mos ta lini me kaq gjalla krijohet në një anime e re që të vazhdojë çik më shumë kjo si episod. Ai shumë anime sa janë. Se seriozisht, se që duken kamera, janë më të mirë live. Asi na i bëni qefin. Na i bëni qefin. Mashallah thoni shpejt. Mashallah. I kam punë një nuskë, i kam punë një nuskë. Faleminderit se na erdhi me na mbrojti. Faleminderit shumë edhe juve. Tash neve bashkë do shifemi të honën të live-i. Pra. Se kemi edhe aty surprizë shumë një Surprizë shumë të bukur. Shumë të bukur. Se kam harruar edhe gjë shumë të rëndësishme vëlla. Të gjithë juve tani tek Amos të qarti përdorni kodin Shadow25. Po. Kur t'i shkuani për porosi, për bluzet, hudit, çfarëdo lloj gjëje dhe keni një skondo e keni nga ne bashkëpunim me Amos të qartin. Kështu që I jepeni drejtim se harrova nuk e thash këtë, por shumë e rëndësishme. Shumë. Dhe mos harroni të bëni like, subscribe, të shpërndani video tona, bëni ato të zilet aty. Edhe filloni të adoptuar për çdo gjë që në nxjerrim dhe postojmë. Faleminderit, jeni fantastik. Ciao, gjithë mirat. Mirupafshim. Shadow Clone.